Gjyqi përfundoi në Shkorte vendimi përfundimtar pritej thuajse 3 muaj më pas. Por paneli gjyqësor i dhomave të specializuara të Kosovës në Hag e ka shtyr edhe për të paktën 60 ditë shpalljen e aktgjykimit ndaj ish-krerëve të ushtrisë qërimtare të Kosovës. Sipas zëdhënësës së gjykatës Angela Grip, arsyeja qëndron tek kompleksiteti i rastit. Trupi gjykues lëshoi një vendim duke zgjatur afatin për shpalljen e vendimit të gjykatës me 60 ditë të tjera deri të hënën më 20 korrik. Kjo nuk është data e shpalljes së vendimit, por vetëm data e afatit të zgjatur. Trupi gjykues shtoi se një zgjatje më tejshme është absolutisht e nevojshme, do të lëshojë një urdhër për këtë qëllim në kohën e duhur. Shtyrja është në përputhje me rregullorën e procedurës së provave. Megjithatë, sipas avokatit Florin Vërtopi, ekziston mundësia që verdikti përfundimtar të shpallet edhe para datës 20 korrik. Mund të merret, ekziston gjithmonë ajo mundësi. Mirë po është lënë një limit 60 ditor. Është lënë një limit 60 ditor. Edhe unë po besoj që ai limit duhet mu respektu prej trupit gjykues, sepse ky proces ka kriju pasoja jashtëzakonisht të rënda, sidomos me mos ndërprerjen e paraburgimit. Nëse procedura e provave rihapet, Vërtopi thekson se mbrojtjes duhet t'i garantohet e drejta për kundërshtim. A shkon ndonjë provë në favor të mbrojtjes, mirë po me dormos nëse bëhet rihapja e procedurës provave, administron ato prova. Patjetër do t'ju jepet mundësia avokatëve mbrojtës t'i kundërshtojnë ato prova. Zgjatja afateve nuk po kalon pa shqetësime as nga institucioni i avokatit të popullit. Sipas tyre, çdo shtyrje e re e vendimit mund të prejkë të drejtat e të akuzuarve. Duke pas parasysh faktin që të akuzuarit janë që një kohë relativisht gjatë në paraburgim, çdo vazhdim është një ngarkesë shtesë për të gjithë ata që qëndrojnë në paraburgim dhe vazhdimësia e këtyre afateve në këtë formë, edhe pse e thash që është në kuptimin e procedurave të gjykatës është në rregull, mirë po në aspektin e të drejtave të njeriut, në këtë rast të akuzuarve, mundet me cenu atë të drejtën e tyre. Reagimet nuk kanë munguar as nga organizata veteranëve të luftës së UÇK-s, sipas të cilëve nuk është asgjë tjetër veç se një vendim i pastër politik dhe një padrejtësi e radhës, kurse shqetësim ka shprehur edhe Partia Demokratike e Kosovës, e cila ka thënë se zvarritja është goditje ndaj besimit në proces dhe padrejtësi shtesë për të akuzuarit.